nga flas që në periudhën e lashtësisë, flas për te polici, që në perandoria romake, deri në shekullin 19, pa diku ose me në fundin e shekullit 18, fillin e shekullit 19, ushtrit kanë qenë profesioniste. Pra fundi perandorisë romake, po më tuti, kanë qenë profesionistë. Pra sasia e individëve të cilët ndërmerrnin ose merreshin me luftën në klapa, ajo që neve na frikson më tepër, ka qenë shumë sasi e kufizuar. Pra ne mund të themi që ndofta sot robotët, po ta marrë se inteligjenca artificiale mund të bëj punën që bënin dikur profesionistët e luftës. Ushtarët, po themi. Ose... Ushtarët, dhe pastaj në shekullin 19 fillojnë ato që quhen ushtrit masive, po ta marrësh ushtrit masive popullore, po themi që ka më shumë. Po ta marrësh ushtrit masive popullore janë një fenomen i një kohe shumë të kufizuar që shkon nga fundi i shekullit, fillimi i shekullit 19, po ta themi. Po themi revolucioni francez. Për te revolucionit francez deri diku në luftën mbas luftës së dytë botërore. Dhe që shënon pikun e angazhimit popullor. Lufta e parë shënon pikun, po lufta e dytë, se thosh e kalcifikon pikun. Dhe me kalimin e kohës, nga vitet 70-80, ushtrit janë profesionalizuar sërish dhe se thosh kapaciteti vrasës që përfton shoqëria nëpërmjet angazhimit ushtarak ka rënë. Sot mund të themi që ne jetojmë në shoqëri të demilitarizuara. Po të marr një shembull, ndofta ka këto vitet e fundit një përpjekje për ta rimilitarizuar, po, është e vërtetë. Dhe për të forcuar pozicionin ushtarak të vendeve. Një detaj Egon, edhe unë në këto ujëra jam, po okay. Sot nuk janë shumë popullore ndër fëmijët lojrat që luaja unë. Lojrat me kallash, lojrat me shpata ose lojrat që kam luajtur edhe unë. Çuditërisht. Ne jemi gjenerata që kemi lexuar Djemtë e rrugës Pal. Po. Ferenc Moller, që është një libër klasik i cili është prodhuar katër general dhe një ushtar. Më duket se është i viteve mes dy luftrave botërore. Po. Mes dy luftrave, po etosi i asaj kohe ka viju edhe më vonë. Po sot djali im i madh nuk është ai që prirur të shohë filma me aksion ose filma me histori të luftës. Sa që kam qenë i prirur unë. Unë them që vin nga një periudhë e cila është e familiarizuar me armët, jo sepse ka parë në 97-ën, se të them drejtën unë një herë kam prek automatik, një automatik. Ndoshta vjen për shkak të shërbimit ushtarak. Jo, as shërbimi ushtarak nuk e bëra se më shkova student, por ne jemi të familiarizuar me ose brezat tonë janë të familiarizuar me armën, janë të familiarizuar me idenë e një lloj marcialiteti, por brezat që vinë mbas viteve 2000 nuk e kanë këtë lloj marcialiteti, nuk e njohin. Tani kjo është mirë apo keq se thuhet që janë bërë djemt shumë delikat more. Janë bërë burrat princesha thuhet. Nuk është se janë për burrat princesha, po teknologjia ka evoluar në mënyrë të tillë që sot për një grua është më thjesht që të kryej punë që kryejnë dhe burrat me ndihmën e teknologjisë. Pra sot teknologjia puna manuale, e cila kërkon forcën e tjerë është shumë më pak prezente në proceset e prodhimit se sa çka ka qenë më parë. Fjala vjen, nuk di se çfarë analogjie të bëj, por jam i bindur që qoftë do shohësh një kantier, qoftë edhe në rrugë, mund të ketë shumë më tepër makineri se sa më parë, të cilat kryejnë qoftë edhe procese shumë banale, shumë të vogla. Shumë të thjeshta, të ngulësh një gosht. Ngulësh një gosht, sot nuk ka njeri që përdor çekicin, më tepër se sa përdor një makineri e cila i ngusht goshtet automatikisht, atë mund ta përdori
mund ta përdori kushdo. Ka vërtet ndonjë makineri që ngul gozhdet automatik ose po ka mos atë. Jo, është kjo e vidave, vidatori për shkak. Nuk e pastaj vi unë që zakonisht rregulloj vidat ke shtëpia me thik. Po. Ajo është ti je përpara dhe ti edhe përpara nesh i bëni me kaçavit. Është jo, kujdes nga po kjo vjen si efekt I rritjes time me vllajin, me thuajse gjithkohë, kështu që. Po kështu që është një shoqëri që është shumë më tepër, nuk është se është më pak marciale, por ka procese pune sot që më përpara bëheshin vetëm nga meshkujt, të cilat sot mund bëhen edhe nga gratë me një shpenzim minimal energjie. Edhe kjo ndofta I ka qasur edhe grave terren I ka bërë mund t'i ketë bërë edhe më independente dhe për këtë arsye se tush bie se tush ai ekskluziva apo identifikimi I maskulinitetit me sektor ekskluziv të prodhimit etj. Ka vende për shembull por me që folëm për marcialitetin ka Izraeli edhe gratë atje kanë shërbim edhe gratë dhe burrat. Bashkimi Sovjetik ka përdorur në luftën e dytë botërore shumë edhe në edhe në objektiva pra në sulm aviacion për shembull ka përdorur gratë pilote ka pas shumë gra pilote tankiste shtangiste do s'besoj që lidhet me luftë s'ka lidhje shumë me luftën ka lidhje me jo në një lloj forme janë pesha ato armët duhet janë të rënda para disa ditësh po lexoja një ngjarje natyrisht e cila është përdorur për në kuptimin e propagandës për një grua të cilës gjermanët I kishin vrarë burrin. Ajo më pas ishte tërhequr në brendësitë të Bashkimit Sovjetik, me kursimet e veta kishte bler një tank, ishte bërë tankiste dhe kishte vdekur në aksion rrethana të detyrojmë. E pabesueshme. Unë kam njohur bile në një takim akademik edhe një grua izraeliane që cila kishte qenë pjesë e luftës vitin 73, flas për disa vite përpara. Kishte marrë pjesë në luftën e Yom Kipurit. Pjesë e IDF-s, pjesëtare e IDF-s, ishte veterane, teorikisht veterane lufte, veterane IDF-s. Kështu që nuk e besoj. Pastaj në përgjithësi luftrat sot konsiderohen si prezencën ose të paktën luftën e dytë botërore, apo edhe luftën e dytë botërore sidomos, janë konsideruar si luftra totale. Kështu që angazhimin e grave kanë pas pjesë deri diku. Ka pas dhe angazhim. Pra ishte një shoqëri. Dhe jo më kohë edhe pasojat e luftës në njerëz kanë qenë katastrofike në popullsi civile për katastrofike angazhimi total. Por edhe luftrat kanë edhe e para dhe e dyta, po mbi gjitha e dyta kanë pasur edhe një efektin e tyre mbi procesin e emancipimit. Në një mënyrë po ta vendosim pak në realitetin shqiptar me një situatë tërësisht supozuar në këtë rast. Nëse do ishte nevoja që të angazhoheshin gratë shqiptare në ushtri sepse le të themi filloi lufta lër qoftë, se nuk e di në përballë. A do ta bënin? Kemi pasur në kohën e komunizmit goxha gra të mirë përgatitur apo them në. Se atëherë bënin qitje në shkollë. Lufta është një ngjarje me të cilën një shoqëri tenton ta vizualizojë. Teorikisht tenton ta vizualizojë. Por eksperienca është besoj që duhet të jetë është totalisht e ndryshme nga imagjinata për tjetër mendon edhe tjetër të del lufta. Në vitet 30, po pse doja para disa ditësh me Gonin, praktikisht ndjesia ose ndjeshmëria e luftës ka qenë shumë e vakët, shumë e vogël. Sidomos në vende si Franca dhe Britania e Madhe. Po thua përpara luftës së dytë botërore, përpara se të niste lufta. Pra, nga pikpamja historike, intermezzoja mes dy luftrave, perioda mes dy luftrave shihet si një lloj intermezzoje. Pra lufta e parë, mbarimi I luftës së parë përgatit terrenin për dytën, nuk është aq automatike. Ose nuk ka qenë aq automatike. Shoqëritë e kanë perceptuar fundin e luftës në mënyrë
traumatike. Praktikisht lufta e parë botërore nuk mbaroi për shkak se njëra prej fuqive humbi, ose nuk ishte ajo shkaku madhor, por sepse pati një implozion të brendshëm të shoqërive. Natyrisht shkaktuar dhe nga çështjet dhe nga lufta në vetvete, por mbas luftës parë botërore, për shembull, dëshira për paqe ka qenë shumë e madhe dhe ka pasur shoqëri të cilat u demarcializuan totalisht. Franca, Britania e Madhe, ka pas vende që kanë arritur të mbajnë një lloj marcialiteti relativisht të lartë, por askush nuk e mendoi luftën. Pra nuk pati përgatitje ekstreme për luftën. Natyrisht që vende si Gjermania ose Italia tentuan të militarizoheshin, por jo detyrimisht në kuptimin e luftës. Pra nuk është se vizualizohej një luftë totale. Si ajo që ndodhi në fakt, ose si ajo që kishte ndodhur në luftën e parë botërore. Asnjëherë lufta nuk vizualizohet si një konflikt total dhe shkatrimtar deri në fund. E vetmja periudhë në cilën lufta është perceptuar si solucioni final, pra i njerëzimit, ka qenë është në kuadrin e rrezikut bërthamor. Po, për shkak të variablit për shkak të asaj, sepse ka një problemi i luftës në vetvete nuk është zhdukja totale e armikut, nuk është zhdukja e një shoqërie. Natyrisht që ajo ndodh. Ndodh për shkak të rrethanave ose për shkak të një projektit natyrshëm genocidial, por nuk është ai qëllimi fundor ose arsyeja pse ndodh një luftë. Pra lufta nuk ka qëllimin final të shkatrimit total të armikut. Po çfarë qëllimi ka? Ka arsye nga më të ndryshme, të rivendikime të një të drejte, lufta ka mund vendosjen e pushtetit, marrjen e territori, nuk është asnjëherë. Po që të gjitha këto pastaj përfundojnë tek pika finale e zhdukjes së tjetrit. Askush nuk pranon që ti marrë territorin dikush tjetër dhe janë ka shumë faktor. Lufta e dytë botërore faktikisht efektin e shkatrimit të një shoqërie e pati, po për shembull nazizmi parashikonte eliminimin e disa minorancave, hebrejt, romët, homoseksualët e kështu me radhë. Por në asnjë moment nuk parashikonte shkatrimin total edhe të popullsive të nivelit të dytë që ishin slavët. Parashikonte sklavërimin, ai një lloj shoqërie, po ta marrim si shembull të një lloj helotizmi, Sparta, një lloj shoqërie spartane, ultra të militarizuar, e cila jetonte mbi kurrizin e popujve të tjerë, që ishin teorikisht duhet ishin slavët, si racë inferiore, por se ka asnjëherë atë. Me bombën atomike, ne mundet që të arrijmë në pikën e shkatrimit njerëzimit per se.